Rikthehen rreshjet e Dëborës në juglindje të vendit, zbardhet qarku i Dibrës. Rreshjet e Dëborës janë rikthyer sërish në juglindje të vendit dhe në qarkun e Dibrës si pasojë e temperaturave të ulta në fshatin turistik të Dardhës. Trashësia e Dëborës ka arritur në 40 cm, ndërsa Dëborë është regjistruar edhe në Voskopoj, Vithkuq, Boboshtic, qytetin e Korçës, Kolonjë dhe Devoll. Akset nacionale në juglindje janë të kalueshme pa probleme, ndërsa drejtuesit e mjeteve që lëvizin drejt zonave turistike dhe fshatrave malor këshillojnë të përdorin goma dimërore. Ndërkohë, rreshjet e Dëborës kanë përfshirë dhe një pjesë të qarku Dibër, që prej orëve të para të mëngjesit bora ka rënë në Bulqiz dhe Dibër, duke krijuar vështirësi në qarkullimin e automjeteve. Situata paraqitet më problematike në rrugën e Arbrit nga tuneli i qafës së Buallit deri në fush Bulqiz, ku ka prani të Dëborës në asfalt. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar dhe të jenë të pajisur me goma dimërore dhe zinxhir. Rreshjet kanë shkaktuar vështirësi edhe në zonat malore të Dibrës, ku në disa fshatra trashësia e Dëborës ka arritur në 15 cm. Shtabet e mbrojtjes civile në bashkinë Bulqiz kanë kërkuar ndërhyrje në rrugët rurale, ndërsa firmat kontraktore janë organizuar për pastrimin e akseve nacionale. Ndërkohë, në tunelet e rrugës së Arbrit, në zonën e fshatit Klos është raportuar shkëputje energjisë elektrike, një problem i përsëritur kohëve të fundit.